Këtë të martë ka përfunduar cikli i provimeve të maturës shtetërore në të gjithë vendin. Në Bashkinë Shkodër, mbi 1430 maturant ju nënshtruan 4 provimeve, ndërsa i mesgjedhjet cilësohet si ndër më të rëndësishmit. Fakt është një ndër provimet që nuk duhet t'i shtoj rëndësinë më të madhe njërit se tjetrit, siç e kam theksuar, por që ka një peshë goxha të madhe dhe sigurisht edhe përgjegjësia, por edhe ngarkesa, qoftë për organizimin, po qoftë edhe për nxënësit që i nënshtrohen provimit është pak më e madhe. Për vetë faktin se është një provim që e përcakton pak a shumë nëse secili nga nxënësit e ka pa të lëndë universitetit që ka përzgjedhur për të ndjekur studimet e larta. Është në fakt provimi më i vështirë në menaxhim, pasi brenda një ambienti mund të kemi përzgjedhje të lëndëve të ndryshme, por nuk është një praktike vështirë. Mund të them që procesi i maturës shtetërore 2025 si praktike konsoliduar tashmë nuk ka problematika. Matura shtetërore si një proces shumë i rëndësishëm ka kërkuar shumë angazhim të burimeve njerëzore, po sigurisht edhe shumë mbështetje nga familje. Dhe sot, duke qenë se ne e mbyllim këtë etapë shumë të rëndësishme për vitin 2025, do dëshiroja shumë të falenderoja gjithë mësuesit e angazhuar në proces, të falenderoj gjithë mësuesit e institucioneve arsimore që kanë sjellë nxënësit deri në provimet e maturës shtetërore, familjet që janë suportuesi kryesor dhe familjet shkodrane mbahen si familje shumë arsimdash dhe që investojnë shumë në edukimin e fëmijëve të tyre, por sigurisht do doja t'i uroja dhe shumë suksese gjithë maturantëve në rrugtimin e tyre drejt universiteteve dhe drejt jetës. Ndërkohë, drejtori Akadia foli edhe për rezultatet e provimit të gjuhës shqipe dhe letërsisë. Jemi të kënaqur mbi çka kemi arritur. Sigurisht nuk është e njëjta situatë si me gjuhën e huaj. Gjuha shqipe ka vështirësitë dhe specifikat e veta, por ama mund të them që kalueshmëria është përsëri mbi 98%. Kemi institucione arsimore që kanë 10, dhe kur them 10 janë rrumbullakimi 10-s duke përfshirë edhe 10-00, siç mund të themi është 28 nëntori, Oso Kuka, Dituria, Maria Ndimëtare, Marifi dhe kemi Zanin e Shkodrës dhe Peter Maringer dhe Pjetër Mashkallet. Për maturantët, hapi i radhës është ai i përzgjedhjes së degës së studimit dhe universitetin me të cilin duan të fillojnë studimet e larta. Ndër degët e preferuara mbetet mjekësia.